Të ndëruar xhamatli, kjo është gjumaja e dytë e muajit të begat të Ramazanit, ku gradualisht po e lam gjysmën e Ramazanit pas neve, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që Allahu agjërimin të ketë bëu qabul për neve ya rabbal alamin. E pjesa që na ka mbet, e që është pjesa më e mirë e Ramazanit, në të cilën shpresohet me qenë edhe nata e Kadrit, e lutim Zotin e Madh që Allahu të na jep shëndet, na jep takat, na jep motiv dhe energji dhe vullnet për të vazhduar me vepra të mira, me agjërime, me teravi, me Kur'an, me vepra të cilat na afrojnë te Allahu te bareke ve teala. Të nderuar xhamatli, agjërimi diçka shumë e njohur në historinë e njerëzimit. Andaj të gjithë popujt kanë agjëruar prej muslimanëve. Andaj Allahu xhel xhelalu kur i nxiti besimtarët të këtij ummeti, të ummetit Muhamedit alayhis salatu wassalam, për të cilin ummet ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në surën Ali Imran: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi, ju jeni ummeti më i miri i cili ka dalë për njerëzimin. Ju jeni ummeti më i mirë i cili ka dalë për njerëzimin. Andaj këtij ummeti, i cili është më i miri për të gjitha ummeteve, nga sa e kanë pejgamberin më të mirë, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Andaj ka thënë Imam Ibn Kathiri rahimahullah, vlera e këtij ummeti o vlera e pejgamberit të këtij ummeti. Pra na nuk jena më të mirë pse jena filani dhe allani. Jo, se Muhammed alayhi salatu wassalam është më i miri. Andaj ndjekja jo ndaj pejgamberit ton alayhi salatu wassalam na ban ummeti më i mirë. Por ndryshe na kalojmë në veprat tona. E tani ky ummet më i miri, çka i thot Allahu në Kur'an kur ja obligon agjërimin? Thot ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju të cilët keni besuar prej ummetit Muhamedit alayhis salatu wassalam, kutiba alaykumus siyam. Juve është obliguar agjërimi. Pse? Kema kutiba alal ladhina min qablikum. Se edhe ata më herët e kanë pas obligim. E kanë dhënë disa prej komentatorëve, sikur që ka përmend Tahir ibn Ashuri rahimahullahu taala, ka thënë nuk i takon ummetit më të mirë që mos të agjëron dhe mos të ketë obligim agjërimin një herë zikret ummetit kanë agjëruar. Sikur që nuk i takon i vogli me agjëru e i madhi mos me agjëru. Pra nëse agjëron një fëmijë, a e le agjërimin e i madh? Jo. Për këtë arsye shikosh kanë thënë Allahu te bareke ve teala, pasi që të gjithë ummetit kanë agjëruar, edhe juve ju takon me agjëruar. Nga se ju jeni ummet më i mirë se këta ummetet, andaj edhe juve ju përket me agjëruar. Për këtë arsye Allahu xhel xhelalu i nxit dhe i motivon besimtarët që ta agjërojnë me çfarë motivi? Edhe ata kanë agjëruar më herët. Edhe para juve kanë agjëruar, por ju ndryshe agjëroni. Ju ndryshe agjëroni se jeni ummeti i Kur'anit. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, kur të agjërosh, vin ki parasysh, këto ummetet kanë agjëruar. Këto ummetet kanë agjëruar. Andaj agjërimi është një vepër që ka bëu njerëzimi, e Allahu me agjërim e ka plotsuar ummetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. E ka plotsuar, pra, ja ka plotsuar begatit dhe ja ka plotsuar mirësitë. Tjetra, çka duhet shohim në agjërim të nderuar xhamatli? Në Ramazan çka po shohna? Në Ramazan dhe po e shohim një vepër e cila duhet na mëson neve një diçka tjetër si rregull, tërsi, si rregull në jetën tona. Cila është ajo? Se agjërimi të nderuar xhamatli na mëson se sekreti i këtij veprave, se ajo enigma, ajo e fshehta e këtij veprave, cila e padukshmja, cilësia e parë që Allahu xhallahu ala ja ka përmend besimtarëve në Kur'an, Sura Al-Baqara, cila gajbi. Apo alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat. Gajbi. Na në Ramazan e stërvitin vetëm për këtë gajb. Çka është gajb? Gajbi e mshefta. A e mshefta gajb? Na i besojmë msheftës. Allahu se kena pa, po e dim që ekziston. Është mbi 7 palqije, mbi arshin e vet, Rabbul Arshil Azim, Zoti i arshit të madh. Mirë, çka na mëson neve agjërimi? A na shkruan dikujt mball agjërushëm? Jo. A na shkruan në tesha agjërushëm? Jo. A ka aparat për me ditë ai agjërushëm? Jo. Kjo çka i bie? Nuk zbulohet. Kur qysh se di për kërkana është a jemi agjërushëm? Ama është diçka që quhet gajb. Gajb është ajo çka shifët. Mirë, po gajbi është dy lloj. Ajo çka shifët mutlak, që s'munësh me pa kur qish, apo edhe edhin veç Allahu xhel xhelalu, dhe gajb relativ. Gajb relativ. Tash për shembull, a ekziston, a e di ti për shembull që e ki kerrin jashtë?
Po, e ki shtëpinë për jashtë. Po, e ki dyqanin për jashtë. Për tash për momentin, a për ti gajb? Ti s'e a sheh pikë shtëpinë tonë? Jo. A ekziston ajo? Po ekziston. Me thon dikush, ai sigurt që ekziston? Po, ma ekziston. Po shpesh, po nuk pesho, po ekziston. E mirë, sekreti i agjërimit ku të ndëruar xhamatli, që të na ngritë me këtë gajb të Allahu xhelel xhelalu. Që të na ngritë me këtë gajb të Allahu te bareke ve teala. Na xhenetin kanë herë, apo shumë herë. Çuçi përjetojla? Inshallah Allah na ban xhenetli. Amin. Ama a përjetojla sikur që e di që shtëpinë e kiç aty? A e di sikur që kthehesh mas xhumaje te shtëpia apo nduçan apo punë? A e di sikur vjen, sikur kur kimë kthim shpitane, sikur kur e di që çtu e kanë dhomën? A e di edhe xhenetin çështu ajo? E të ndëruar xhamatli, dallimi me sahabeve dhe neve, a di cili jo? Ja kjo. Ai e ka ditë sigurt që në xhenet jam tu i. E ka ditë me bindje, dikush thot po gajb ama ai e ka po sikur ti shtëpinë tonë çka e di, që unë tash kthena te shtëpia. Ajo an gajb ti se sheh. A gajb në kontinent në Australi, po ngaj. Ti nuk e sheh ata. Turqia an gajb për ti, gajb ose ti se sheh. A më thon dikush, ai i sigurt që ekziston një shtet që quhet kështu. Po marrë i sigurt jam. Po nuk i te po s'jam te po ekziston. E tash dalmi te ahireti. Pra, nëpërmjet agjërimit, a je të ditë që ekziston xhenet ajo? A je të ditë? A je të ditë që ka xhenem ka? A je të ditë sigurt? Sigur që e di shtëpinë tënde ku ki mu kthie. A e di çashtu? Derisa nuk kalon ahireti dhe xheneti Allahu xhelel xhelalu, sikur që i njohim shtëpitë tona, neve nuk na shkohet anena. Kur të mrish me këtë bindje që o si që shkoj i shpi, e di që ka me shku në ahiret, sikur që këthena te dushani jem, e di 100% se ka me dalë për para Allahu xhelel xhelalu dhe ka me dalë logari, dhe e di që ka xhennet dhe xhenem. Qashtu kur të mrish këtë bindje, kësa i thënë jekin, bindje. Dikush thot po speshef një be, po spesheve dhe ti speshef stetin tjetër, speshef shpirën që i ka mas 100 kilometrave, a mas ka dhu, a be e di se ku të shkoj ati, me kërë, më rritë shpia. E tash, Allahu në pëmëson në përmet agjërimit, alladhina yu'minuna bil ghaib. A kena pa Allahin? Jo. E Allah thot, për ka një të ninu? Parat shka ti me shpirti të munu me e pa e. Parat shka ti e di me bindje se Allah te pa këtë agjërimin tem. Allah te pa këtë une që s'jam të hangër buke dhe s'jam të pi uj. Dikush thot, po ka pedini be, pi ka pedini. Bindja, jekini, bindja. Andaj, në Ramazan e mësojmë jekinin, e mësojmë gajbin. Gjeneti ekziston të ndëruar xhamatli, gjenemi ekziston. Dhe mirë po kjo ka një herë të na, mos folme për pabesimtarët, mos folme për ata që nuk janë që adhurojnë Allahun xhelala, por dhe shpesh herë të besimtarët kalon si lloj teorie, gjeneti. Ama jo, derisa të kalojë diçka e cila gati e të prek. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë për ditëve në luftën e Bedrit, ju thot sahabive, jak që tu në mes në gjeneti Allahu xhelalu. Kush do me fitu gjenetin Allahu subhanahu wa taala. Edhe një sahabi pak më anësh i ka pas do hurme në dorë, do hurme. Dhe pe dëgjon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai ti hangër hurme tu bo hazër. Tu bo hazër mu rështun rresht me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe i sheh atë hurmët, edhe e dëgjon pejgamberin alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kush do me hin xhenet? A mundi para menu me pasaj teori këtë punë? A heke? Jo. I pa hurmët, tha, derisa ti ha këto hurme, shumë vanona për në xhenet. Shumë, derisa ti ha këto hurmët, edhe hini drejt të flakën e luftës dhe ndrojet në luftën e Bedrit, radiallahu anhu wa arda. Shiko këtë gatishmëri, kjo zbat pas të kur e shë, a keni pa zakonisht njerëzit kur e di 100%, a keni pa njëri për shumë kur me rrug dikun, edhe e di se dhe pak ka memrije. Njëri thot, a i e sigurt? A i sigurt që kena memri? Po ve kena memrije. Andaj me agjërim, ne duhet me kaluet të bota e gajbit, te Allahu subhanahu wa taala, me pa xhenemin, sikur që i tha Handale pejgamberit alayhis salatu sallam, tha ja Rasulullah, kur jam me ti vallahi më duket se jam te pa xhenetin përpara. Sikur jam te e pa. Andaj sa bukur Allah e ka përshkruar në Kur'an xhenetin dhe sa frikshëm e ka përshkruar xhenemin. Këtë këta për çka e ka bë që ti gati jetu e prek. Ti gati kur e lexon thu çu duket ata? Bar hove dhe tim rejna. Për këtë arsye të ndëruar xhamali, na mëson neve agjërimi se bota e adhurime a bota e gajbit. Ti kur të lidhësh namaz, Allahu Akbar, apo, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur njani pi juve lidhet namaz, Allahu drejtohet ka ai. Për këtë arsye s'lejohet me pështy përpara. Ti thu, po shkam be unë kur që përpara që këtu, qilimi. S'lejohet me pështy përpara, s'lejohet me çukriun për pjet.
Se ka thonë pejgamberi sa, mos ta çoje do njëri shikimin e tij për pjet, mos ja marr Allah shikimin. Pse nuk lejohet? Pse nuk lejohet me fol namaz? Apo ti me ar njëri çka s'beson, me ar njëri çka s'beson. Thot pse bes fol çiki, pse u ka lidh? Apo ti na çka i thonë në namaz mu lidh. Apo jam i lidh. Ama ti realisht ku je i lidh? Ti je i lidh në botën e gajbit, por ndryshe dur ti ki zgjedhta. Ai ki dur të zgjedhta. Ama çish je lidh? Çish je lidh? Ti kur lidhësh, je në botën e gajbit, jo në botën e prekshme. Ti në botën e prekshme mundesh me ik durt, apo? A mundesh me ik durt? Njëri thot, për shembull, bane një pabesimtar që s'beson, më thon, çish i bie mu lidh namaz? A s'un zgjidhosha? Jo buni zgjidh jam. Po lidh në për Allah. Kur thoje pejgamberi Allahu drejtohet ka ti, a je te pa? Jo ti nuk e sheh, ama bota e gajbit ti e di se Allahu na ka lemrue se Allahu kur ti drejtohet robi, Allahu kthehet ka ai. Kjo botë e gajbit, agjërimin çfarë do me ta përcjell? Agjërimi çfarë do me ta përcjell? Kur të kthehesh ka Allahu ta di se edhe ai kthy ka ty. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, agjërimi na ngrit te bota çka nuk e shohna. A kjo nuk është punë lehtë. Duhet me pas shumë iman, duhet me lexu shumë Kur'an, duhet me lut shumë Allahu xhelal me ta mundsu me shiju imanin, me ta mundsu me shiju imanin. Andaj kur tha pejgamberi, kur tha Ebu Sufjani kur shkoi te Hirakli, tha këto që i besojnë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, a dezerton tha donjani? A dezerton? Ja tha nuk dezerton. S'kena pa asnjëri të dezerton. Asnjëri se ka lënë fejen. Për çfarë arsye të ndërrohet xhamatli? Shikoni sot në dunjë, sa për feve tjera e pranojnë islamin. Me mija, hiç panal. Apo tash përveç këtyre që bën me tendenca për gazeta, këto janë këtë ne e dim agenda. Ama vullnetarisht, musliman i xhamis, musliman i agjërimit, musliman i namazit, musliman i haxhit, musliman i zakatit, musliman që se ban haramin, që si muslimani me qef, me dal në fe tjetër? A ka ekziston? Se ekziston në ndërruar xhamatli. Pite pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri sot. Pse? Ka thënë Irakli, ka thënë që unë i të kallzoj Ebu Sufjanin, se Ebu Sufjani ka qenë kafir në atë vakt. Ka thënë Irakli, perandori i romakëve, ka thënë, ngo, imani kur të përzihet në zemër, s'delmo. Si të hinje me mishat i të bëhat përzihet, nuk delmo. Andaj të ndërruar xhamatli ket agjërim, ta përzim me mishin ton, ket agjërim ta përzim me damartet tona, që të ngritmi me gajb, Allahun ta kishti shumë afër. Andaj vetëm në ajetet e agjërimit ka ardhur pse? Sepse është botë e gajbit. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Veç në ajetet e agjërimit ka ardhur, kur të pyesin robët e mi për mua, thu jam ngat. Nëse edhe agjërushëm nuk e te i kalon botën e fizikut për ta përjetue botën e gajbit, jashtë agjërimit së një përjeton. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, agjërojmë të afrohemi Allahut, agjërojmë që ta shohim xhenetin e Allahu xhelala, agjërojmë që ta ndijmë se për një me ka xhenem dhe ta lutim Allahun shumë sinqerisht që Allahu t'i liron qafat tona për xhenemit. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu në këtë ditë xumaje, ditë Ramazani, duke qenë agjërushëm. Allahu t'i shton imanët në zemrat tona.